Armando Broja u shpreh tepër i lumtur pas triumfit 3-0 që Shqipëria regjistroi në shtëpinë e Andorrës. Isha i lodhur, luajta 75 minuta. Ishte vështirë, munda të filloja ndeshjen, dashte një asist. Jam i kënaqur që fituam ndeshjen dhe morëm 3 pikët. Tifozët na japën mbështetje shumë të mirë, është e bukur për ne që luajtëm përballë tifozëve tanë. Isha shumë i kënaqur që u ktheva. Munda të vija në kombëtare dhe mora minuta. Unë dhe i vogël tek Akademia Chelsea luaja kudo përpara. Më pëlqen të luaj me topin, të krijoj shanse. Andorra mbron shumë si ekip. Është vështirë të shkonin përpara, e dinim që në krah të djathtë të kishim më shumë hapësira. Unë isha i kënaqur që më dha trajneri pozicionin për të hyrë në fushë dhe të gëzoja tifozët. Trajneri më dha liri përpara ndeshjes për të mos e ditur Andorra se ku jam në fushë. Në pjesën e parë, ku krijova shumë vështirësi atyre, kam qejf të bëj gola, por unë isha i kënaqur që isha mirë fizikisht. Morëm 3 pikët. Trajneri merr vendimet e skuadrës, por mua sot ka pasur vendim për të luajtur në krah sepse ka qenë stili mirë, ka pasur hapësira për ne. Unë mund të luaj në çdo pozicion të sulmit, bëj çfarë do trajneri. Inshallah përpara me sa më shumë fitore, deklaroi Armando Broja për TVK pas ndeshjes.